Të tjerë biznese kanë bërë denoncime pranë krimit kibernetik në Policinë e Shtetit të rënë prej vlerësimeve negative online nga llogari false të hapura Rishtazi. Grupi hetimor dyshon se kjo është e njëjta dorë që ka nisur një valë sulmi online me Review me qëllimin për të dëmtuar imazhin e bizneseve në kulmin e sezonit turistik. Burimet bëjnë me dije se janë 15 denoncime në total nga biznese të ndryshme. Shumica e llogarive janë false dhe janë identifikuar si të tilla edhe nga vetë Google, platforme e cila ndërhyri duke hequr vlerësimet negative dhe duke i kthyer komentet ndaj bizneseve në gjendjen fillestare. Hetuesit po bëjnë gjurmimin e tyre për të zbuluar se kush fshihet pas llogarive false. Megjithatë, janë më shumë se 200 persona të cilët dyshohen se kanë përdorur llogaritë e tyre të rregullta në rrjetet sociale për të shpërndarë vlerësime negative ndaj bizneseve. Edhe ata po verifikohen për të përcaktuar nëse kanë vepruar në mënyrë të koordinuar dhe të qëllimt vetëm për dëmtuar imazhin e bizneseve. Nëse kjo vërtetohet, të dyshuarit do të përballen me përgjegjësi penale, siç ka paralajmëruar edhe kryepolici Skënder Hita, kur njoftoi se mbi 10.000 profile false ishin krijuar së fundmi për të goditur sipërmarrje të caktuara që ofrojnë shërbime kyçe për turistët, si bare, restorante dhe hoteleri. Sulmi duket të jetë i dirigjuar nga protesta që po zhvillohet prej më shumë se një muaj në Tiranë, por gjithsesi mbetet për tu parë, pasi dyshimet e Policisë së Shtetit pikërisht janë të kanalizuara në këtë gjë, por po hetohen edhe raste të tjera. Edhe rastet e reja të bizneseve po denoncojnë së fundmi se krimi kibernetik i ka referuar në prokurori. Sipas burimeve, hetuesit po shqyrtojnë disa vepra të mundshme penale për ata që është konsideruar si fushatë organizuar, mes tyre manipulimit tregut, manipulimit çmimeve, përhapja informacioneve të rreme, shpifja dhe falsifikimi kompjuterik. Në fakt, facebookistët nuk kanë pse të shkruajnë me profile false, pasi sot nuk jemi në komunizëm dhe drejta e fjalës mbrohet me ligj. Çdo njeri është i lirë që nëpërmjet profilit të tij, me emrin e tij dhe me fytyrën e tij, të shfaq pa kënaqësi ndaj shtetit apo pushtetit, kur diçka nuk i pëlqen dhe nuk ka pse të mbaj adresë false. Me emrin dhe fytyrën e tyre, facebookistët janë të lirë që të denoncojnë mungesën e shërbimit, kushteve, apo edhe çmimeve të larta të hoteleve dhe restoranteve, dhe as si dënon apo i gjobit njeri, por jo me profile anonime, pasi kjo nuk është as trimëri dhe nuk i bën mirë vendit. Ushtria e facebookistëve duhet të bëjë gjën më të mirë, të dalë me emër dhe fytyrën e vet dhe jo të fshihet pas falsitetit, pasi kështu nuk zgjidhen problemet. Dhe mesazhi është i qartë për facebookistët kudo ata janë. Kritika po, jo profile false. Pa kënaqësitë mund të shprehen me emër dhe identitet të vërtet.